Në ndërkohë, patjetër që kampanjat e tilla përveç që janë të mirëseardhura, unë shpresoj që jeni edhe të hapur për propozimin e ngritjes së kauzave edhe nga vetë komuniteti, sepse kush më mirë se ata i din shqetësimet. Pikërisht edhe kjo gjithmonë përsëris, ne i mirëpresim komentet edhe propozimet, po gjithsesi edhe mënyra tjera se si të qasim edhe në këtë mënyrë ta përforcojmë këtë bashkëpunim, këtë dialog, apo mënyrën e bashkëveprimit, komunikimit në mes të institucione politikbërësve edhe në këtë rast edhe familjeve. Sidomos kur e dim që në një institucion siç përfaqësoni ju si drejtor, punohet me kaq seriozitet dhe ka njerëz të fushës të cilët e njohin secilin prej kauzave edhe nga afër. Në këtë rast, besueshmëria, por edhe serioziteti e përgjithësia janë më të larta se sa disa burime që mund t'i marrim ose lexojmë kudo tjetër. Patjetër, ne edhe në kuadër të institutit kemi edhe ekspertë të tjerë, akademik, të cilët referohen në të thonat, në ulëmtime, mënyrë që me ofru përsëri zgjidhje, cilat janë në të mirën e shëndetit edhe në këtë rast duke adresuar edhe çështjet sociale.